Pas një periudhë të gjatë me mungesë rreshësh dhe temperatura relativisht të larta për këtë periudhë të vitit, qyteti i Kukësit është përfshirë gjatë orëve të fundit nga rreshtë të dendura shiu, të shoqëruar edhe me breshër. Ndryshimi i menjëhershëm i kushteve atmosferike ka ndikuar në çarkullimin e mjeteve, duke shkaktuar rëndim të përkohshëm të trafikut në disa prej akseve kryesore të qytetit. Rreshtet intensive kanë krijuar vështirësi për drejtuesit e mjeteve, kryesisht për shkak të uljes së dukshmërisë dhe lagështisë në rrugë. Në disa segmente urbane është vënë re edhe ngadalësimi i qarkullimit, ndërsa drejtuesit e mjeteve janë detyruar të tregojnë kujdes më të madh gjatë lëvizjes. Megjithatë, deri në këto momente nuk raportohet për probleme serioze në rrugët nacionale apo në ato rurale në territorin e Bashkisë Kukës. Autoritetet lokale dhe strukturat e emergjencave janë në ndjekje të situatës për të monitoruar çdo zhvillim që mund të sjellin rreshtet në vijim. Ndërkohë, drejtuesve të mjeteve u kërkohet të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të ulin shpejtësinë dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes, pasi sipërfaqja e rrugëve është bërë e rrëshqitshme nga rreshtet e shiut. Sipas parashikimeve meteorologjike, moti i paqëndrueshëm pritet të vijojë edhe gjatë orëve në vijim, ndaj qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve këshillohen të ndjekin njoftimet e autoriteteve dhe të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes. Deri në këto momente, situata në të gjithë qarkun paraqitet e qetë dhe pa probleme të raportuara. Autoritetet lokale bëjnë me dije se të gjitha akset rrugore nacionale dhe ato kryesore që lidhin bashkitë e qarkut janë plotësisht të qarkullueshme, ndërsa lëvizja e mjeteve zhvillohet normalisht. Nga bashkitë Tropoj dhe Has nuk ka raportime për dëme, përmbytje apo situata të tjera që mund të kenë ardhur si pasojë e rreshjeve të shiut.